وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يا رب، نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداه لإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. تداشر الغزر المسلمة الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم تعوذنا الله على بمراده نيتم تيسا منوت ذمار تيساقين ننهينا فيالة الله كن جلال ذنن كلنا مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوكر إيولوت الله تفوتي بلوت الله تدير فيشا ذنك نشيبشا الله إتلنا دالوين غاتيث الجادسة نبنى سنبي جيث كريسة ندا فرمان متر bukur, na boni pjesëtar të fesë të vetë me pranua, të momentit më të lavdëruar, të pejgamberit më të dashur dhe të çmuar. Pra i lutemi Allahut të xhelal, pasi jemi lindur musliman, të jetojmë musliman. Të ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të na ndriçon jetën e kësaj bote, natën e vorit dhe udhën e saratit. Të na ndërcon ditën e mahsherit.
të na bën nasip shefatin e pejgamberit, të na bën nasip me pi prej kronit të qauferit, të na zbardhëm shtyrat tona në atit që shumë shtyra të të nxitën, në atit që s'ka të bi prej madit asëllat, prej fuqis as miqasis, por e vetë një dobi dhe qëtë nga zemra e pastër dhe punet e mira, pra me pastru zemra tona nga shdo e keqe, Allahu nasip në bo. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoh. Nga punë të liga, Allahu na rëndoh. Nga mendime të këqija, Allahu na pastroh. Për atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimon me zullum të lubojnë, na lusim Allahu në gjelar që ajë me fuqinëve, mba muslimon prej zullumit të zullumqarve, Allahu të shpëton. Dërsa zullumqarët me zvete të shkatëron. Po ashtu na lusim Allahu në gjelar që ajë me mëshirën e vetë, neve si gjunahkar, për azabit të gjehnemit të nashpëton, gjennetur firdosi, nasib të me më. Amin. Lezër të dashur. Jemi në nëhije me surës e bekuar, suratul An'am. E posa që rritë në nëhije në ajetit që lexova para jush, i kuadrohme me disa fjalë të shkurta, që të hargjëmi sa minut nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresu në Allahu në gjelar, që frimarjet tona që hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me gjennetur firdaus të ne i kompenson. Lezër të dashur. Allahu fuqi plot. Allahu i cili nuk mvaret nga as kush për kur njëse. Allahu i cili s'ka nevojë për as kënd. Allahu të cilin edhe mushrikt e kanë pranuar si krijues, por ja kanë shoqëruar në adhurimin e tyre ndërmjetësimin e putave. Allahu Gjellar nuk pranon ndërmjetësim në adhurimin e tij dhe nuk pranon ortak dhe rival në qenjen e tij. Është i vetmi i pashoq. Krijon kur don dhe krijon çka don. Dhe çdo krijese e gjelin dhe riskun aja cakton. Pra do i thot, kul limen ma fis samawati wal ard. Thua ju, pra i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thua ju, atyre që pos Allahut adhurojnë tjetër kënd, pos Allahut i luten tjetër kuj, pos Allahut i frikohen tjetër kuj, thua ju, limen ma fis samawati wal ard. E kujna është kjo pranë dhe kjo pasuri në tokë dhe në qiell, në mbrëmtinë e tokës, në therrsinë e qiellit dhe ndërmjet tyre. E kujna është? Kush e ka kriju dhe kush e posedon? Kul lillah. Thuaju se kjo e tërë kjo i takon Allahut. Çka ka në mbrëmtinë e tokës, në sipërfaqen e tokës, ndërmjet tokës dhe qiellit dhe në therrsinë e qiellit, çdo gjë që ekziston është lillah, është e Allahut. Unë edhe ti jemi të Allahut, shpirtit edhe imi janë të Allahut, evladit dhe imi, pasuria rite edhe imi edhe ati tjetrit dhe atyre të gjithve, është e Allahut. Lillah. Ketebe ala nefsihi rahme. Ai ja ka bo borç vetvetes mëshirën, rahmet. Ja ka bo borç. Subhanallah. A që s'ka nevoj për askend, ja bon borç vetvetes nga vetvetiu. Dhe ai që s'ka nevoj nga askush, ja bon haram një gjarë nga vetvetiu. Për Allahu Gjellar vetvetes ja ka bon borç një sen dhe një qetër ja ka bon haram. Cila është ajo që ja ka bon borç Allahu vetes, ajo është rahmeti, mëshira. Pasi Allahu ja ka bon vetes borç, ty edhe mu më tepër ne ka bo borç. Edhe ne kemi borç të jemi të mëshirshëm, të kemi mëshirë, të jemi të rahmetshëm, të kemi rahmet mes njerëzve, mes qitë qadesave, e sidomos mes vetë, mes një tjetër. Pastaj ja ka bo haram. Çka i ka bo haram Allahu me vetes? Ju e dini, Allahu Gjellar ja ka bo haram vetes zullumi dhe ka thonë ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. O Rabb mi, unë zullumin ja kam bo haram vetes, pra çka mbetet për ju,
fëmin e keni haram felat të dhalimu, mos bani zullum. Për vëllezër të dashur, Allahu Gjelal pastaj thot: la yajma'annakum yawm al-qiyamati la rayba fihi. Dhe mos harroni se ata që nuk mëshirojnë kur duhet të mëshirojnë, dhe ata që nga zullumi nuk abstenojnë, dhe ata të cilët zullum njëri tjetrit i bajnë, kanë me dalë për Allahu Gjelal. As pasuri me vete, as miqësi me vete, as evlad me vete, as fuqi me vete, as advokat të jashtëm, as të mrenqëm. Kush është advokat të jashtëm? Ai që paguhet, ai që fol për ti me interes për interes vetë. E advokat të mrenqëm është gjuha jote, edhe gjuha jote atë ditë do të distancohet, se Allahu Gjelal do të mbillje gojën tënde dhe time, dhe do t'i qonë të flasin pjesët të cilat kanë bozohë. Do të flasin pjesë të trupit, gjymtyrët tjera për pos gumës. Të gjitha do që lejohet të flasin, me përjashtim ajo që ka full dënjo, a ditë s'ka të drejt të flet. Ajo është gjuha e njeriu. Le yajma'annakum yawm al-qiyamah. Do që t'u bonë Allahu Gjelal në ditën e kiametit. La rayba fihi. Në ato nuk ka dyshim, nuk ka dyshim në ditën e kiametit, dhe nuk ka dyshim në tubimin tonë dhe daljen para Allahut. Jo vetëm njerëzit, vëllezër të dashur, do të ringjallen edhe kafshët do dalin para Zotit. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, do të ringjallen kafshët, po jo në atje që kanë qenë dynjo, por me të kundërtën. Kafsha me brina do të del pa brina, ajo në dynjo që ka qenë pa brina do të del me brina, se ajo me brina i ka vra qirat në dynjo. Ajo e forta në dynjo, jo ka marrë hisen hapun dhe i ka mundu të tjera anasjet as në ditë mahsherit. Allahu Gjelal do t'i rinjallë dhe kafshët, do t'a marrin hapun me zvete, e pastaj jetë e tyre do të mbaron, dërsa itja dhe imja qatëherë do të fillon. Jeta e njerëzive qatëherë do të fillon. El-nasu niyamun idha matu intabahu. Njerëzit janë në gjumë, kur vdesin ju dërgjumë, kur vdesin atëherë zgjohen. Vllai dashur, qatëherë do të fillon jeta e përhershme, e pafund. Le yajma'annakum yawma al-qiyamati la rayba fihi. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ata njerëz të cilët e kanë humbë vetë, ata të cilët e kanë shkatërru vetë, ata të cilët e kanë harru vetë, janë ata të cilët nuk besojnë. Nga sa do kanë harru se një ditë do dalin para Allahu Gjelal dhe do t'japin llogari. Se e kanë harru ato, se e kanë mohu, ato vetveten e kanë shkatërru. Ato vetveten e kanë qunë katastrofë. Ata të cilët nuk kanë frikë Allahut, e kanë shit veten jetën e përhershme, për një jetë shumë të shkurt të kësaj bote. Pra vëllezër të dashur, të ndalemi te fjala e Allahu Gjelal, kataba ala nafsihi rahme. Allahu ja ka bërë obligim vetvetes rahmeti, mëshira. Allahu Gjelal ka 100 rahmete, sipas hadiseve të vërteta. Allahu Gjelal ka 100 rahmete. 99 i ka ruajtur për besimtarët në ditën e gjykimit. Vetëm një prej tyre e ka lënë dynjë. Prej asaj hises një hise, prej atij rahmetit një. Njerëzit mëshirojnë një tjetrin, ndërsa disave nuk ju ka rënë hise rahmeti në zemrën e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mëshira, rahmeti nuk ngrihet dhe nuk del nga zemra e besimtarit, përveç ai që e ka marrë çaf vetë. Pra ai që nuk ka rahmet dhe tjere, ai nuk mëshirohet. Men la yerham, la yurham. Tha sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk i mëshiron tjere, nuk mëshirohet aty që do të ketë shumë nevojë për mëshirën e Allahut Gjelal. Vëllezër të dashur, pra një rahmet e ka lënë në këtë botë. E mëshiron njerëzit një tjetrin, e mëshiron prindi e vllai, jo vetëm njerëzit, po edhe kafshët e mëshiron një tjetrin. Një dietar na tregon për një rast se një njeri urt kishte hasë në një qafë, në një sortë
të vetët, me një sorë pasi. E shikon, u ka ndarë me një trup druni, pasi nuk din ka shkon. E shikon, thot, subhanallah, si e ton kjo, si u shkehet kjo, dhe përrit që ti pranë saj. Mas një kohë, erdi një qafë tjetër, një sorë tjetër, me ushqim në stepin e saj, dhe ja pruni në gojë kësaj qorës. Kësaj të vetës. Allahu Gjelale ka porosit që ajo t'i shërbej kësaj që ta mëshirojë. Subhanallah, kur e pa, tha, me vete tha, subhanallah, basi Allahu Gjelal ja pas ka caktu riskun edhe kësaj shpendës së verbët, atër mund me sigurima ka caktu, edhe mund ma ka caktu riskun, unë dhe të ndahem vetëm për ibadet, do të izolohem nga kjo jetë, vetëm ibadet do të bërë, dhe unë ndalë u izolu nga shtëpia, do një lartë familjes dhe vetëm për bërë ibadet, e ato pas taj fillun t'i qoj në shkim, u ankun familja të një djetarë, dhe i thanë, more ki kështu e ka vendosë, është izolu nga familja, është izolu nga dënjoja. Ai e thiri, tha, e të këndej, dhe e boni pytje, tha, pse të vlati e largu nga familja, pse për largosh nga dënjoja, tha, u përgjith, tha, unë jam bind se risku vjen pre Allahut, pasi kam parë shpendin se ushqehet nga dikush tjetër, tha, jom bind dhe jom dalë, poj vetëm ibadet. Mirë po djetari menqur i urte, dhe një qka tha, po plajdashur, po shumë bre ke gabu, po pse ke vendos të bohesh ajo qorja, nuk vendos e të bosh aj qetri, pse s'po bohesh ajo qetra që ja qonë ushqimin dikujt, po bohesh ajo verta të shpishtem dikush, pra kështu është vlezër të dashur. Ne, risku me kemi pre Allahut, Allahu na e ka garantu, po na të mundohme dikujt i afrojmë dihëm, e jo të rrim hazër dikush të na ushqen. Vlezër të dashur, ketebe ala nefsihi rahme, Allahu ja ka bo borç obligim me vetes rahmeti, mëshirën, dhe ka thonë sallallahu alaihi wasallam, irhamu men fil ardi, yarhamukum men fis sama. Mëshironi ju ata që janë në rrezullin toksor, ju mëshiron Allahu nga lart qielli, ju mëshiron ai, nëse doni mëshirën e Allahut, do të jeni të mëshirshëm mes vetë. O vëllezër, për neve, Allahu Gjelal për halin ton, ja ka bo borç rahmetin dhe vetë. Kush jemi na parësi? Kush jemi na që ajë që bon farës borç vetës rahmetin? Pastaj, kush jemi na që ajë të nas spjegon dhe në të na kaluzon në Kur'an se unë e kam bo borç rahmetin për ju. E tash neve që ka na vetën, edhe na dhe të jemi të mëshirshëm. Nga se Allahu Gjelal, nga mëshira e ti, për post mirave tjera që në gradon, edhe gjunohën kur bëjmë, ajo është tolerant. E parë, numër një, gjunohën të cilën e bon muslimani padije e ka farë. Kur ta merë nesh se ka qenë gjunat të pendohen, Allahu ja ka farë. E dyta, gjunohën të cilën ndoshta e ke ticër gjunat por ke gabu, dhe shpetje pendu, Allahu ka farë. Pastaj, gjunohën të cilin e ke bo, Allahu ta shkru një, ndërsa se vëmin kur e bon, por në të ta shkru 10, 100, 700 e sa donaj, pra shumë fishone. Pastaj, kur të bësh ti gjunat dhe pendohesh, Allahu dhul gjelar në vend të atyre gjunaheve ti shkruan se vape. Nëse ti ban punë të mira pasi që pendohesh, innel hasenati ju dhib në sejat. Puna e mirë e fshin atë keqe. Pastaj, ju bedilullahu sejatihim hasenat. Allahu dhul gjelar, atyre që kanë gabu, kur kanë qenë shumë të rinj, kur kanë qenë a gjami, kur kanë qenë a gjami në realitet, jo kur bahen a gjami edhe kur thine. Ishin pason t'i plesht e gjamia, njoni 90 vjeta, i titri 60, e pas t'i shkona i pili ati 60 vjeqani, dhe i thot ati plakut tjetër, tha Mingjo, ishin pason me babën tim të gjamia, po ty si t'vin babët 90 vjet, hajda imi a gjami është halal 60. Na kemi do njerës kur thot hoxha se në 30 lëj, a kujton s'osh halal i ri, me mend është i ri. Pra, a gjami, i ri, ka gabu, pas të i pendohet, qanë me lëkë përsyni,
Allahu dhu gjelat që bon, ato gjunahet ja shëndëron në sevabe. Ju bedinu Allahu se i atihim hasenat. Allahu ja ndëron gjunahet, ja shkron sevabe. A nuk është kjo nga mëshira e madhe e Allahu dhu gjelat? Ketebe ala nefsihi rahme, aja ka po posh vetës mëshirën, rahmetin, që të na mëshiron neve në dunjo me një hise të rahmetit, 99 i kalon të na mëshiron neve në ditën e mahsherit. Allahu mëshirën e vetë nasib në dhe se të dashë. Pastaj, le yajma'annakum, pastaj do t'ju të banë. E kur do t'na të banë? Jaume tule sarair, a ditë që të mshefta do dalin mejdan, do të zbulohen sekretet e zullumtarëve që i kanë mshef punë të këqija. Dhe se të dashë, pasi aja ka bo farz vetës mëshirën, ja ka bo haram zullumin. Dhe ka thonë, inni zalimun, in gjawazani dhulmu zalimin. Allahu dhu gjelat me hadith kutsi ka thonë, unë nëse e toleroj zullumtarin në ditën e mahsherit, atër do t'isha unë zullumtar. A mund t'jesë Allahu zullumtar? Kurse si. A mund të shpëton zullumtarin në ditën e mahsherit? As se si. Dhe se të dashë, jaume tule sarair, atit të zbulohen sekretet e zullumtarit. Atit të zbulohen kush i vrava të 7 fukarat musliman të vneshet e rashtat. Të akuzuarit turën të pafajshë, të akuzuarit u fajsun, do me thonë u që fajsun të akuzuarit. Dhe ato sot janë patriot të mëdhe, e mirë, pra unë nuk kam argumente që të them se ato janë fajtorë, dhe nuk kam argumente të them se ato janë vrasit, dhe ato janë që kanë masakru, por argumente është shumë i gjanë, dhe të gjithë jemi të vetëdijshëm se ato u vranë, u masakrun, pyetja shtrohet, pra kush e bën? Pasi këto u shpallën të pafajshëm, ja tash të shohim kush është ai, a duhet të mbyllet kjo dosja, ky proces a duhet të mbyllet, ka gjasa. Ka gjasa në këtë demokraci, në këtë demagogji, ka gjasa të mbulohen. Hiç pa dyshim, të mbulohen shumë krime si që mbulu dhe lisot. Po a ka gjasa ai krim të mbulohen ditën e mahsherit? A ka gjasa të mbulon për Allahu dhu gjelal? Sot ata lirohen, dërsa të rritë e sokotit mbahen në burë, pa kur fan argumenti. A ka gjasa edhe ajo të zbulohet, se ato jënë të pafajshëm e këto jënë katila, ata që kanë bo krim, pra ka gjasa. Ka gjasa në dynjo të mbulohet, po s'ka gjasa në ahiret, Allahu të mashtrohet. Inni dhalimun il jaume in gjawazeni, në dhalimi. Allahu dhu gjelal, ja ka bo haram zullumin vetë, haram ja ka bo vetë. Aj, vetë ka thonë, haram të dhullme ala nefsi, o robë të mi, unë zullumin ja ka bo haram vetës, mos ka boni ju të boni zullum, se ju e keni haram, e keni të ndaluar, e dhullmu dhullumatu jo me l'kijame, pre një zullumit të dynës, shumë zullume keme pas për i vetës në ahiret. A ditë po Allah dhu gjelal, a ditë të dëmtuarit do t'i thot, të kaddem, heq paracita në kesën tënde, se në dynës ta kanë marrë parasysh, po tash do ta paraqesish ankesën edukaci suprem i drejt. Ai është i drejti absolut, Allahu xhalal. Te kaddem, nësa zullumqarit do t'i thot, la të kellem, ti s'ke drejt të folish. Ti ke manipulu në dynja, e më tash s'ka manipulim. Këto është gjykata supreme e drejtësis e Arshialas. Kështu hërdezër të dashëm. Ai që i pohet zullum, qohet natën dhe lutet kundra zullumqarit, ndoshta zullumqarin e ka zongjumi, po ai të cilit i drejtohet ankesa nuk flen asnjëherë. Ai është Allahu dhul Gjelal. Pra hërdezër të dashëm, ja pra, Allahu dhul Gjelal pastaj thot, elledhine hasiru anfusahum. Ata të cilët kanë bërë zullum, ata të cilët nuk kanë pas mëshirë, ata e kanë shkatru vetën prej dynjë, mos flasin për ahiret, fehum la yu'minun. Ata nuk besojnë, se sikur të besojnë, ashtu siç besojnë unë e ti, siç kemi mëshirë, se një ditë të dalim para Allahu dhul Gjelal, për të mirat të shpërblehemi,
për të këqija të donohemi, e kemi bindje, prandaj kemi frikë. Edhe duhet ta kemi frikë drejtësinë absolute të Allahut të Xhelal, se vëllezër të dashur, drejtësia ka shembull edhe në dunjë. Ai që punon drejt, nuk duhet t'i thotë se ai nuk është i mirë, se ai punon drejt. Shembull e kemi edhe në dunjë. Pra i marrim shembull ti nxënës, njëri aktiv, i zgjedhur, punëtor, i mirë, lexon, përgatitet. E tani mësuesi çka do të bëjë me këtë, që ai jep një pesë. Ai tjetri, tarakia, bilargjia, hazërgjia, nuk përgatitet, nuk mëson, ban probleme. E nëse mësuesi edhe qatia e pensje, a është e drejtë kjo? A është e drejtë. E cila është e drejtë? Ati që meriton pensje, ati që s'meriton njësh, ajo është e drejta. Njësh i ti është e drejtë. E pra Allahu Xhelal është më i drejtë se çdo kush, pra është e drejtë. Ati që ka besu, namaz ka falë, Ramazan ka xhum, punë të mira ka vepru, Allahu e ka pas në konsiderat në çdo lëvizje të tij, për Allahu të turpru, për Allahu të shfrigu, dhe gjithë normat në vend i ka çu, ai meriton mëshirën e Allahut Xhelal. Ai kriminal që ka masakru, ai që ka traftu, ai që njerëzit pa punë ka lënë, ai që fabrikat dhe ndërmarrjet i ka shkatëru, ai që zullumi ka bërë ti popullit dhe i ka lënë njerëzit në sokak, në fund të mbarimit të jetës së tyre i ka nxjerrë nga puna dhe ka bërë krime, e tash kur të vinë edhe ai ditë mahsherit, Allahu Xhelal i thotë, edhe ti meriton xhenetin. A është drejt kjo? Jo, valla nuk është drejt. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Pasi në dunjë ka dita, edhe notat nuk janë të barabarta, po janë sipas asaj që ka merituar. Edhe Allahu Xhelal e ka ditarin e vet, që a ditë do t'i noton dhe do t'i gjukon, të mirë do t'i gradon, nërsa të qitë do t'i ndëshkon. Kjo është e drejtë e Allahu Xhelal. Kjo është e drejtë e absolute e krijuesit. Pra vëllezër të dashur, me fjalë të shkurta dhe shumë të shkurta, se ki ajet kuranor ban kuptime të gjëra, pra ne e përfundojmë me këtë në këto pika. E para, e gjithë çka ekziston është prana e Allahut Xhelal. E dyta, ja ka bërë pas borxha, mëshirën vetvetes, atëherë dhe na e kemi mëshirën obligim fetar, obligim njerëzor. Në ka tregu se ai do të na tubon dhe do të na gjykon për zdrejtin ditë mahsherit. Në asaj thellë dhe nga thellësia shpirtit i kemi besu. Pastaj në ka shpjegu se zullumin e ka bërë haram në vetes. Edhe na e kemi haram të ruhemi nga zullumi njëri tjetrit, nga zullumi vetvetes, nga zullumi e vladit, nga zullumi pas shortes, nga zullumi pas shortit. Vëllezër të dashur, të ruhen nga çdo lloj i zullumit ndër njerëzor. Bile edhe i zullumit të kafshëve, edhe i zullumit të shpendëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i takoi di ashabë, e kishin marrë një zor të vogël e marrnin dorë, ndërsa shpendi i madh e kërkonte dhe vinte dhe usillte rreth tyre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha mos e bani azab, por shonja e vladin e ta merr me vetë. Mos e bani azab. Pra edhe shpendin, edhe insektin, edhe mizën e ketë ndaluar. Një njeri kishte pas tjetë folen e mizëve. Allahu Xhelal e kritikoi dhe tha, nuk ketë drejt ta gjendësh ti ato dhe nuk ka të drejt askush të dënon me zjarr përveç atij që ka kriju zjarrin. Pra vëllezër të dashur, mëshira është parim islam, mëshira është moral islam. Zullumi nuk është i yni, nuk është parim islam, nuk është gest i muslimanit. Pra vëllezër të dashur, kush nuk ka mëshirë, ai që ka shkatërruar vetveten. Dhe mu ai për zullum. Pra mëshira është cilësi e besimtarit dhe parim islam. Zullumi është cilësi dhe parim i jo besimtarit i atyre që e kanë shkatërruar vetveten. Pra vëllezër të dashur, jemi të obliguar që të jemi të mëshirshëm dhe në mëshirën tonë ndonjëherë mos e teprojmë, se në shumë raste mëshira është zullum. Në shumë raste mëshira është zullum. Si? Edhe ta mëshirosh edhe ti se zullum, po valla. Nëse ti e mëshiron e vladin tënd sabah, nuk e ngret ta falje sabahin, ti nuk e ke mëshiru, pa e ke damtu. Ti nëse vajzën tënde nuk e mbulon, vajzën tënde nuk e veshën si duhet, po e let të del lakurish për shtëpie,
nga mëshira e gabuar të cilën ti e llogarit mëshirë, ajo është zullum, ajo është hak që ja ke vllatit tanë. Pra këtë festës së majit jemi, të një majit dhe të majit, mëshiroj vllatin tanë, mëshiroj familjen tënde, mos lejo që fëmijët tu pa kontroll, të dalin në për piknike, në për parqe, se dihet çfarë harakiri i bëhen, dhe çfarë hakaret i bëhen në ato tubime. Pra ke kujdes, mos të të mashtron mëshira e mashtruar, edhe të thush, po më vjen gjuna, mas i shkojnë krejt kojshia, hanë të shkojnë edhe këtë mijë, mas i shkojnë krejt në xhenem, edhe unë barabarmet. Jo, kjo nuk është mëshirë, kjo është çmenduri. Kjo e ka emrin çmenduri, bile si dush kam drejt të them është tradhti ndaj familjes tonë. Është tradhti, mos e tradhto, e ke emanet, ke kujdes. I riu është i ri, e reja është e re, ka nevojë për kujdesin tonë, jo ka nevojë për mëshirën e rreshme tonë. Në përparqe, na i dim se çka bëjnë rinia 33 tona në përparqe, si hecin dhe si shërbitet, dhe përse ka ndale ti bashmirë, se dielli do të grohje dhe me tretën malë, jo veç me ditën. Dhe parku do të ekzistoj, bile ma mirë do të rritet bari me 5 malë, jo me 6, nëse është një festi. Pra, vlezër të dashur, pra, shtrupra që mos ka bëjnë kushtra, jo këtë tjetër. Jo asë njona së është e jona, na i dim tona, pra kemi mëshirë vlezër të dashur. Të jemi të mëshirëshëm, mëshirën duhet të shoqërojmë me nëquria. Sa ajo mëshirë të janë veshet me çmenduri, po ajo nuk është mëshirë. Vlezër të dashur, ju jemi të vetëdijshëm, po unë këtë jo kushtoj të rinjve tanë, bijve tonë, bijave tona, të kenë mëshirë vetë vete, të mos e njurosi, se nesër rritet bëhen pishmon, pendohet, po bëhet vonë. Prandaj, të jemi të matur, të jemi të mençur, të jemi të kujdesshëm ndaj familjes tonë, ndaj vetvetes tonë, ndaj moralit tonë, ndaj dinit tonë. Ke kujdes vllai dashur, nderi dhe morali dhe mbarja është një pjesë e imanit. La imane limen la haya'a lahu. Nuk ka iman ai që s'ka mbarë. E ai që shkon në përparqe, mbarën e kalon të shtëpia. Ai që shkon në parë me 1 maj, unë po i tregoj se mbarën e kalon të shtëpia, e kur kthehet nuk e dia e xhelmon, se nuk e di se si kthehet. Pra vëllezër të dashur, lutim Allahun xhelal, rinin tonë në islam ta mëson. Lekshve tonë të jep jetë të lutë dhe shëndet të plotë, të varfërit tonë Allahu t'i pasëron, të sëmurit tonë t'i shëron, të burgosurit tonë t'i liron, të vdekurit tonë t'i mëshiron, varë muslimane që ndihmon, dërsa zullumqarët me zbet dhe helashtiman. Ela inna ahsen el kelami wa ablaga nidham, kelamu Allahi l-Maliki l-Qadiri l-Azizi l-Allah, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi l-kelam, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu, wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Rabb. نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelaluhu me këto ajeti kerim që urdhënon, Allahu alem bimuradi. Ne jetën disa minutë dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke i lutë Allahut fuqiplot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, Allahut i cili na dalloi nga gjithë gjallësat, na vlerësoi mbi gjithë krijesat, na dha formën më të bukur, na bëni pjesëtar të fesë së vetme e pranuar, të umetit më të lavdëruar, të pejgamberit më të dashur dhe të çmuar. Pra i lutemi Allahu Dhul Gjelal, pas jemi lindur musliman, të jetojmë musliman, të ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të ne ndriçon jetën e kësaj bote, natën e varrit dhe urën e saratit, të ne lehtëson ditën e mahsherit, të na bën nasib shefatin e pejgamberit, të na bën nasib me pi prej kranit të Kautherit, të na zbardhën ftyrat tona në atë ditë që shumë ftyra do të nxihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as evladit, prej fuqisë as miqësisë, por e vetmja dobi do të jetë nga zemra e pastër dhe punët e mira. Pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu nasip me boft. Me punu punë të mira, Allahu na mundsof. Nga punë të liga, Allahu na largof. Nga mendimet e këqija, Allahu na pastrof. Pra atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanëve zullum të ju bëjnë, na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me fuqinë e vet,
mbar musliman prej zullumit të zullumqarëve, Allahu t'i shpëton. Ndërsa zullumqarët mes vete t'i shkatëron. Po ashtu na lusim Allahun dhul xhelal që ai me mëshirën e vet, neve si gjunahqar për azapit të xhehenemit të na shpëton, Xhennetul Firdausin nasip të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës së bekuar, Suratul An'am. E posaçërisht në hijen e ajeteve që lexova para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta, që të harxojmë sa minut nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun dhul xhelal, që frimarjet tona që harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na kompenson. Vëllezër të dashur, Allahu dhul xhelal pasi krijoi mbar gjithësinë, pastaj si krijes të fundit krijoi njeriu, e pajisi me shumë të mira dhe ja dha trunin që të logjikon, por nuk e la veç me trunin e vetë sa ai mund shumë herë të gabon, por ati i dhuroi pejgamber të dërguar, dhe pejgamber pas pejgamberi nuk e la asnjë popull pa udhëzues, pa udhërëfys, si pejgamberi fundit dhe vula e tyre, pra është i dashmi ynë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Si gjithë pejgamberët tjerë, deklarohen se ai është vetëm njeri, por dallon nga të tjerët me shpalljen të cilën ja dërgon Allahu dhul xhelal. Pra me fjalën e tij u dallua nga mbar njerëzimi. Dhe këto duhet ta kuptojnë, çdo njeri duhet ta kupton se pejgamberët kanë qenë njerëz, por kanë qenë të dalluar me shpalljen që u ka dhuru Allahu dhul xhelal. Dhe pejgamberët në shumë raste kanë bën ijtihadin e vet. Në shumë raste janë mundu ta qëllojnë, për në disa raste kanë bën lëshime. Lëshimet janë bën pa qëllim, por në ato raste Allahu dhul xhelal ka intervenu dhe shpejt e ka përmirësu. Nga kjo ka ndodhur që të kuptohet se ligji islam, pra burimin e ka nga Allahu dhul xhelal dhe nga Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe fjalët e pejgamberit nuk kanë qenë nga këndi i tij, por Allahu dhul xhelal ka vërtetuar dhe ka garantuar dhe ka thënë: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk fol nga këndi i tij, por ai fol nga ajo që Allahu e porosit. Por ai ka pas të drejtë ndonjëherë të bën ijtihadin e vet dhe të jep mendimin e vet. Dhe në disa raste kur ka dhënë mendim, ka pas nevojë për përmirësim, dhe shpejt Allahu dhul xhelal e ka përmirësu, që don të thotë nuk e kalon ato të gabon. Një shembull konkret e kemi, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ndëjtur me disa ashab të vetët, erdhi një njeri dhe tha: "Ja Resulullah, nëse vdes shahid për hir të Allahut, ja hap shpirtin, ja fali Allahu dhul xhelal dhe ndroi jetë për hir të Allahut dhe shkoj shahid." Tha: "A shkoj drejt në xhenet?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Po, nëse ndron jetë për hir të Allahut, fal shpirtin dhe trupin për hir të Allahut dhe të dini islamit, ti tha shkon drejt në xhenet." Së shpejti arriti Gjibril alayhis salami dhe bani një intervenim dhe tha: "Ja Rasulullah, thuaj atij njerit se ai shkon në xhenet nëse vdes shahid, po me kusht nëse s'ka mbet borçli, a nëse ka mbet borçli nuk shkon drejt në xhenet." E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri njeriu, tha: "Kthehu kënde." U afru, tha: "Çka më pyetet ti mu?" Tha: "Ja Rasulullah, unë të thash, nëse vdes shahid, a shkoj drejt në xhenet." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Unë ty të thash se ti shkon drejt në xhenet, po erdhi Gjibrili më lajmëroi se nëse shahidi vdes borçli, nuk shkon drejt në xhenet derisa të përgjigjet për borxhin e tij." Pra çka do me thonë me këtë vëllezër të dashur, pejgamberi e dha mendimin e vet, por Allahu e korrigjoi që të kuptojmë se ai nuk ka mund të gabon. Edhe nëse ka bërë një lëshim, Allahu e ka korrigjuar. Dhe kur ka thonë diçka, nuk ka thonë prej vetvetes. Kur e kanë pyet: "Ja Resulullah, përse ti axhnon ditën e hon? Pse ninon të honën?" Tha: "Ninoj të honën se ditën e hon jam lind. Ditën e hon më ka ardhur shpallja, më ka zbrit Kur'ani dhe më ka lajmëruar Gjibrili se ditën e hon do të ndroj jetë.
Nuk tha dhe ditën e hëndët vdes, po tha Xhibrilin ka lajmëru, që të kuptoj njerëzit se askush nuk e din të fsheftën, bile dhe pejgamberi nuk e ka ditë se kur do të vdes, po mos t'i kish kallëzu Xhibril alayhis salami me urdhën të Allahu dhul Xhelal. Pra fjala kul thuaj është imperativ nga Allahu dhul Xhelal. Kul e gajra Allahi attakhidhu waliyan fatiri samawati wal ard. Thuaj dhe deklarohu ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe ti o musliman, që ke dëshmu se Allahu është një i pashoq, dhe ke dëshmu se pejgamberi është hak dhe i vërtet, dhe ke dëshmu se pasi të vdesim do të ringjallemi, thuaj e gajra Allahi attakhidhu waliyan, apos Allahu të marrë tjetërkend për Zot, apos Allahu të adhuroj tjetërkend, apos Allahu të mbështeten tjetërkujn, apos Allahu të përkulen tjetërkujn, fatiri samawati wal ard, që ajo është shpikës i qiellve dhe i tokës. Gjumon e kaluar përmendëm ajetin që thoshtë Allahu dhul Xhelal, kul limen ma fis samawati wal ard. Thuaj, pranë e kujt është qiejt, pranë e kujt janë qiejt dhe toka, dhe ndërmjet qiellve dhe tokës, dhe në mbrendin e tyre, pranë e kujt është e Allahu dhul Xhelal. Mund thotë dikush, po Allahu mund ta ketë trashëguar nga dikush. E tash që mos gaboje njeriu të mendon se është pranë e tij, si që shtëpia ite pranë e itja, po e ke trashëguar nga baba, nga gjyshi, nga stërgjyshi. Pra, toka dhe qielli, dhe ndërmjet tyre dhe në mbrendin e tyre, çka ka është pranë e Allahu dhul Xhelal, dhe ai e ka shpik pa qenë hiç. Pa kur far materiali e ka shpikur, dhe pa kur far yrneki e ka goditur. Fatiris samawati wal ard. Pra ajo është shpikës, zanafidhës, i qiellve dhe tokës. Wa huwa yut'im wala yut'am. Ajo është i cili ushqen çdo xhalles, ndërsa ai nuk ushqehet dhe nuk ka nevojë të ushqehet. Ai ushqen çdo xhalles. Wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu dhul Xhelal thot, sa xhallesa, qofshin të mëdha apo të vogla, qofshin në tokë apo në det, kudo që ekzistojnë, ata nuk mund të garantojnë riskun e tyre, por Allahu i furnizon. Ai është i cili furnizon çdo xhalles. Ai është i cili ushqen çdo xhalles. Ndërsa unë e ti çka bëjmë, na nuk ushqejmë, na e bartim ushqimin deri dikujt. Ja bartim, ja afrojmë, por na nuk e ushqejmë. Se atë bukën, atë kafshatën e bukës, të cilën e han ti edhe unë, dhe ai të cilit na ja ofrojmë, ajo nuk është e inja. Atë kafshatën e bukës, kur ta hash, vëllai dashur, ndalu pak mendo sa njerëz kanë kontribu për me pregadit që të kafshat buke ti për ta hangër. Ai që ka lavru tokën, e ka hudh farën, e pastaj është korë, e pastaj ka shku në mulli, e pastaj ka shku te furra, e pastaj ka shku në dugoj, e pastaj ka arte ti. Krejt këto kanë hise në ato kontributit që kanë dhonë. Vetëm Chelsea është tjetërkundi. Kush e ka binjat bereqeti? Po mos donë Allahu të bin bereqeti, a do të kishte buk për të hangër? Po të mos donë Allahu që të bin fritet dhe zarzavatet dhe gjelbrimet, a do kishte në treg diq? Pra kush është ai zanafillsi që ushten çdo kënd? Ai është Allahu dhul Xhelal. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Ai ushqen çdo kënd dhe ai nuk ushqehet nga askush dhe nuk ka nevojë të ushqehet as nga vetvetja. Ndërsa në shumë raste gabojmë dhe themi, unë i ushqej, unë i ruaj prindet, unë i ushqej. Ti i ushqen prindet? Unë i ushqej gjithë këta fëmijë. Kush i ruan gjithë ta? Ku do hanë këta? Subhanallah. A ti e ki gajle? Itja është të edukosh, e itja është të punosh, ndërsa riskun pre Allahut ta kërkosh, se shumë njerëz ka që mundohen, por nuk e kanë atë pasurit të cilën e ka dikush tjetër. Por vëllezër të dashur, Allahu dhul Xhelal i ka përcaktuar riskat e njeriut, e njerëzive, por ata e kanë për detyrë të hanë ushqimin pre halalit, të mos e përzin me haram,
se nga harami vin shumë mungesa dhe shumë në kësëllëke. Prandaj, Hasan Basriu, rahimahullah, një dietari urt, një dietari mençur, ka thonë, wallahi, po ta kem një kolash pre halalit, do t'ju ushqenja, do t'ju mjekona 40 të smund. Një kolash të halalit, të pastër, do t'ju ipsha nga një kafshat 40 të smundve, do t'ju bofte ilaç, që do në të thotë, halali dhe pastër kur është ilaç, është barë, ndërsa kur është haram është smundje, dhe nuk duhet harru dhe nuk duhet gabu, se ai që ushqen është Allahu dhul Gjelal. E ti që i afron dikujt një ndihëm, qoftë ajo për ushqim, qoftë ajo për mjekim, Allahu të shpërblen për kontributin që ke dhënë. Ndërsa ai që ushqen, dhe ai që mjekon, dhe ai që shoron, dhe ai që krijon, dhe ai që cakton, është Allahu dhul Gjelal. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Thuaj ti pastaj, o Muhammed, thuaj, unë jam i pari cili duhet të dorëzohem Allahut. I pari cili duhet të dorëzohet Allahut, dhe i është dorëzuar, ka qenë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe asnjëherë nuk e ka kundërshtuar. Allahu dhul Gjelal ja fali 7 fëmijë, 6 ja mor të qenë gjallë, me dorë të vetin shën tokë, asnjëherë nuk tha pse o Zot më ke dënu, por tha elhamdulillah. A ju dorëzu Allahu dhul Gjelal, kur momentin më të vështirë, ndrojet bashortja Hatidja dhe agja i ti, krahu i gjath Ebu Talibi. A ju dorëzu Allahu dhul Gjelal, kur i tha, le vend lindjen, le Mekën e dashur, hes për Medine. A ju dorëzu Allahu dhul Gjelal, kur i ran 70 dëshmor në luftën e Uhudit, në mesin e tyre dhe agja i ti, Hamza. A ju dorëzu në çdo moment, pra na spjegon që edhe na të dorëzohemi Allahu dhul Gjelal. Ti dorëzohemi, ti përkulemi vetëm Allahut e as kujt tjetër. Kul inni umirtu an aslama, an akuna awwalu man aslam. Ti jem i pari dhe ti jem yrnek dhe ti jem shëmbëtyr në dorëzimin tek Allahu dhul Gjelal. Wala takunanna min al mushrikin. Dhe mosa Allahu dhul Gjelal thot sallallahu alaihi wasallam që asesi të mos bëhen nga idhujtarët, të mos i ofroj shok Allahu dhul Gjelal, të mos adhuroj diken tjetër pos Allahu, besimin ta kem të pastër në Allahu një të pashoq. Kul inni akhafu rabbi in asaitu yawman azim. Unë jam i urdhëruar që të kem frikë Allahun, që të mos gaboj, të mos më rok azapi dënimi i randi ditës së gjykimit. Kul inni akhafu in asaitu rabbi. Unë frikëm ta kundërshtoj Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është frikë që të mos e kundërshton Allahun e ta dënon ditën e gjykimit. Ai është frikë. Ai është frikë për Allahut, i cili e ka mbajt barkun nga unësia, ka lidh një gur, e ka mbështet për barkun e tij, se s'ka pas çka të hanë. Ai është frikë për Allahut që thot Hazreti Aisha, ndronte një han, edhe një han, edhe një han. 2 muaj të plot, në shtëpinë të pejgamberit nuk është ndez zjarr. Në shtëpinë të pejgamberit nuk është ndez zjarr. Zjarri përse është ndez në atë kohë vëllezër? Jo për tu ngroh, sa ajo është nxehnët, po zjarri është ndez o për të pjek, o për të zi. 2 muaj të plota rreshtas nuk është ndez zjarr në shtëpinë të pejgamberit, se s'ka pas as me zi, as me pjek. E çka hajnin? Me çka ushqeheshin? Me 2 hurma të thata dhe ndonjëherë një gotë qumsht, një gotë tëmbël. Kjo pas ka qenë 2 muaj rresht ushqimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai është pejgamberi i cili janë ojë kamët natën duke fal namaz. Kamët janë anku, bollë mos së të bajmë gjithë natën në kamë. Ai është që ka shku në luftë, ai është që ka ndet unët, ai është që ka qajt pse një jahudi, një djali i ri ka vdek, jo muslimon, ka qajt pse ka shku pa iman. A unë edhe ti nuk qajmë pse vajza jonë shkon lakuriq. Unë e ti nuk qajmë pse djali jonë nuk lexon Kur'an. Unë e ti nuk qajmë pse djali jonë pindohan. Unë e ti nuk qajmë pse djali jonë x punë ndodhin që të cilat ta trazojnë shpirtin nëse ke iman. O vëllezër të dashur, ai ka qajt
Ka qajt për gjallin e huj pse ka shku pa iman. Ati jo noj kamët duke fal natën. Dhe i tha Aisha radiallahu anha, ja Rasulallah, gjithë këtë ibadet që po e ban, po ti Allahu ti ka fal, gjunahet ti s'ke gjunahe. Tha, e fela e kuna abden shakura, ato mos jem shqyrdar ndaj Allahu dhul gjelal, dhe përsëri është frikë që mos ta kundërshton Allahun. Inni e khafu in asejtu rabbi, jaumen adhabe jaumin adhim. Unë kam frikë të mos e kundërshtoj Allahun. Subhanallah, ki njeri ka pas frikë të mos e kundërshton Allahun. Ki njeri e ka pas frikë azapin e xhehenemit. Këto njerëz që kanë jetu me pejgamberin dhe ata që kanë jetu rreth tij, shumë e kanë pas frikë azapin e xhehenemit. Ai cili kanë dhënë shumë afër pejgamberit, një prej atyre ka qenë Omeri radiallahu anhu, duke kalu rrugës Medinës një natë, e ndëgjoj një njeri duke lexuar Kur'an dhe gjatë leximit tha, inna adhaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi'. Azapi Allahu do të ndodhi, nuk ka ike prej ti. Omeri ti rat fikt, e murën e qunë të shtëpia. Pas disa ditëve ranë vete, kur e pyetën, e çka të ndodhi? Pse të rat fikt? Pse humbe veten? Çka të ndodhi? Tha, e ndëgjova ajetin kuranor që Allahu dhul xhelal thot, azapi është realitet. Azapi një ditë do të ndodhi. Prandaj e pa u frigova nga azapi i xhehenemit. Kështu vëllezër të dashur, janë frikë njerëzit prej ndonjë, prandaj janë garantu për xhenet prej ndonjë. Çaj Omeri që ka pas garant prej pejgamberit se ajo është xhenetli, megjithatë kur e kanë dëgjuar ajetin kuranor, ku kërcënohet Allahu me dënim, me ndëshkim të rënd, Omeri i ka rat fikt. Subhanallah. Kul inni akhafu in asaitu rabbi. Thuaj ju deklarohu se ti ke frikë Allahun nëse e kundërshton. Ke frikë Allahun nëse ato e kundërshton nga azabi që ai mund të dënon. Cilin? Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A Muhammedin mund të dënon Allahu, po ja ka tërhequr vërejtjen që të mbushen me ment ata që kanë ment. Të mbushen me ment ata që kanë ment, se edhe pejgamberi u ka trishtu pre azapit xhehenemit. Njerëzit e urtë u kanë trishtu kur është përmend xhehenemi, o vëllezër të dashur, u kanë frigu, o vëllezër të dashur. Ka qenë një grua e urtë, një grua e mirë, e kanë quajtur Rabiatul Adawiyah. Një ditë e ka pa një njeri duke pjekur mish, kur e ka pa se po pjek mish në zjarr, po e përzhit mishin në tavë, filloi të çaj. Kjo filloi të çaj. Plaku tha, o bia ime, tha sigurisht u paska përmallu për mish të pjekët, dhe pse nuk ka të han, ja ka fillu vajit. Tha, o bia ime, tha, mos u frigon, mos u mërzit, se sa të pjeket mishi kanë me zonë edhe ty. Ajo filloj të qaj edhe më tepër. Tha, më vin keq bre mingjë, që se ke kuptu pse qaj unë nuk qaj për mishin që dhe ta hash ti, po unë kur e pash mishin duke u përzhit në zjarë, dhe kjo kafsha mo nuk ashte gjallë që digjet kështu në zjarë, mu kujtu kur njeri dhe të digjet në zjarë duke që një gjallë. Pra ndaj ja fillova të qaj. O vlezë, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është deklaru sa i ka frikë ditën e kiametit, a i ka frikë ditën e azabit. Men yusraf anhu faqad rahimah. Pastaj vazhdon Allahu dhul xhelal dhe thot, ai cili shpëton zjarrit xhehenemit atë ditë, ai cili merr dekret se nuk do të hyjë në xhehenem, ai cili do t'i thuhet hetse ti nuk hy në xhehenem, faqad rahimah. Allahu ato e ka mëshiruar. Wa dhalika huwa al-fawzul mubin. Dhe kjo është fitore e madhe. Kjo është shpëtimi i madh. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ai që do t'i shmanget xhehenemit dhe do të futet në xhennet, ai ka fituar, ai ka shpëtuar. Ndërsa ne sa fitore i festojmë në dunjë, a hiç se kemi gajle për ahiret. Sa ditëlindje i festojmë në dunjë, a hiç se kemi gajle ditëlindje në ahiretit. A ditë kur do të lindemi për s'dyti, kur do dalin para Allahu dhul xhelal, vujuhun yawma idhin musfira, dahikatun mustabshira. A ditë dikush do të ringjallet me ftyrë të gëzuar, a ditë do të ringjallet i disponuar, a ditë do të ngjallet i shpëtuar, ndërsa disa të tjerë ve vujuhun yawma idhin
A dit disa ftyra dhe dalin muswadde të nxime Zotin arru. A dit dhe dalin ftyra të nxime dhe ftyra të bardha. Lusim Allahu dhul Gjelal që atë dit që do t'jemi shumë të nevojshëm për mëshiren e ti, për rahmetin e ti, ndërsa rahmeti i ti ka kaplu çdo gjë, shpresojmë që edhe neve të na kaplon mëshira e ti e të na izbardhën ftyrat tonë. E të mos na i nxin ftyrat tona në atë ditë që nuk ka kush e zbardh ftyrën ati që e ka nxi me punët e veta në dynjë. Vëllezër të dashur, këto janë sugjerime kuranore me të cilat Allahu dhul Gjelal ju ka drejtuar direkt njeriut më të edukuar, njeriut më dashamir të njerëzimit, njeriut më të friguar nga Allahu, njeriut më të përkushtuar tek Allahu, njeriut që asnjëherë nuk ka shaj, asnjëherë nuk ka përgoju, asnjëherë nuk ka tradhtu, asnjëherë nuk ka mashtru, asnjëherë namazin nuk e kalon pa fal në kohë të vet, por gjithmonë ka fal nafile. Megjithato Allahu dhul Gjelali ka thënë thuaj se ti frigohesh Allahut nëse e kundërshton. Subhanallah, thuaj se ti ke frikë Allahun nëse e kundërshton, që s'ka pas gjasa as hiq, as pak që ai ta kundërshton Allahun. Po ai e ka adhuru Allahun edhe më tepër, ai e ka adhuru Allahun edhe na file duke bon. Disa punë neve na i ka ndalu duke e ditë se na nuk mund t'i bëjmë, ndërsa ai për veti i ka bon. Pra ka bo ibadet më tepër se na. Nuk ka pas privilegj që ai të lëshon ibadet sa është pejgamber. Ta len një ibadet, masi ajo është pejgamber, Zoti mund t'ja falje. Amo ju muslimant, ju duhet t'i falni 5 kohë të namazit. E ai si pejgamber, jo vëllai dashur, ai 5 kohë të namazit nuk bëhet fjalë, po ai ka fal shumë nafile siç përmendëm më parë. Por ai kur ka agjëru, i ka urdhënu muslimant dhe ka thonë, është e ndaluar, por ju është e ndaluar që ta bashkangjitni një ditë të Ramazanit me ditën tjetër, por duhet të hani iftar dhe të boni sifir. Ndërsa i thanë, ja Rasulallah, po ti që e vazhdon dit, 3 dit pa iftar, pa sifir, tha ajo është specifika imi. Unë tha mund të boj ata, ju e kini të ndaluar. Pra aj, subhanallah, jo të hanë ma shumë, jo të flenë ma shumë, po aj të boni ibadet ma shumë se umeti. Edhe punës dunjas nuk ju ka shmangë, edhe punës dunjas barës me umetin nuk ju ka shmangë. Vëllezër të dashur, në ndërtimin e xhamis, në ndërtimin e xhamis së pejgamberit pra në Medinë, në ndërtimin e saj, bante gur në shpatullat e veta bashkë me umetin. Nuk thoshte hajt, unë do rri do kontrolloj e ju do shoh si do punoni, se unë jam pejgamber. Ai nuk ka ditë të thotë unë do kontrolloj, ju do punoni se unë jam shef. Unë jam drejtori, ai ka qenë pejgamber, ka jetu në mesin e njerëzive si njeri rëndon pa kur far privilegji. Dhe në një rast në luft, kur e pregaditën devën, e therën devën që të pregaditin ushqim, njoni tha unë do ta theri, a qetri tha unë do ta repi, a qetri tha unë do bëj ujë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha unë do bëj drum. Subhanallah, unë tha dhe i baj drum. Dhe ka shku pejgamberin në shpinë vetë, ka baj drum për të pregadit ushqim. Ki ka qenë ai cili ka jetu si njeri i rëndomt në mesin e njerëzive, edhe pse ka qenë i zgjedhur i Allahu dhul Gjelal. Pra vëllezër të dashur, në këto ajete marrëm një mësim, dhe marrëm një lekcion, se i dashmi ynë ka qenë edukatori suprem, e ka eduku vetë Allahu dhul Gjelal. Atia ka kushtu këto ajete, po këto vlejnë edhe për umetin e ti, këto vlejnë edhe për gjematin ton, këto vlejnë sidomos për rinin ton. Kull e gajrë Allahi e të khidhu alijen, apo së Allahun të mbështetën qëtër kujnë, apo së Allahun të du qëtër kënd, apo së Allahun të du dikon tjetër më tepër se Allahun, apo së Allahun të adhuroj dikon tjetëra. Njoni thot unë adhuroj sportin, a qëtëri thot unë adhuroj kerin, a qëtëri thot kush e adhuron Allahun? Nuk ka të adhuruar posa Allahun të vëllezër të dashur. Pra adhurimi i takon vetëm Allahut. Mbështetja i takon vetëm Allahut. Lutja i takon vetëm Allahut. Pra lusim Allahun dhul Gjelal. Sipas tinët porosive kuranore me punu, Allahu nasip në në. Ndalesave të cilat në indalon Kurani Kerimi dhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, nga çdo ndalesë me u largu, Allahu nasip na. Lutim Allahun dhul Gjelal që të mos adhurojmë, që të mos i përkulemi, që të mos i frigohemi, që të mos i mbështetemi as kujt tjetër pos Allahut.
Lusim Allahun dhul xhelal, atë kafshat të bukës dhe atë pikë ujë të cilën e pim, ta falenderojmë së pari Allahun dhul xhelal. Të mos e harrojmë, vllai dashur, se atë kafshat buke kur të afron dikush, ato duhet të falenderu për çfarë sa ka kontribu, ndërsa falënderimi suprem i takon krijuesit. Dhe për çdo gjë ai duhet të lavdrohet, për çdo gjë ai duhet të falenderohet dhe për çdo gjë ai duhet të adhurohet. Pastaj lusim Allahun dhul xhelal që të na mundson që të jemi për atyre që Allahut i dorëzohemi, Allahut i nënshtrohemi dhe Allahut i frigohemi. Pastaj për fund lusim Allahun dhul xhelal që të na bën nasip në shpirtin ton një frikë që vetëm atij t'i frigohemi, vetëm atij t'i frigohemi, që ai të na shpëton prej azapit të xhehenemit, prej azapit të ditës së gjykimit dhe prej ftyrës së zezë të atyre që do t'u nxihen ftyrat. Lutim Allahun dhul xhelal, ftyrat tona në dunjë të na zbardh dhe në ahiret të na zbardh dhe të na shpëton nga çdo turp i dunjos dhe nga çdo ngushticë ahiretit. Lutim Allahun dhul xhelal, rilin ton në islam ta udhëzon. Plejshve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plotë. Të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, barë muslimanve që ndihmon. Ela ina ahsen el kelami wa ablegan nidham, kelamullahi l-meliki l-kadiri l-azizi l-allam, kema kala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kelam, wa idha kuri el-Kur'anu festemi'ule, wa ansitu la'alakum turhamun. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu yad'u ila dar salam ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.